Nata e finaleve të mëdha të edicionit të tretë të turneut ndërkombëtar të ping-pongut Prishtina Open 2025, kurorëzoi kampionët e këtij viti, duke përmbyllur me emocione një garë traditore që mblodhi në Prishtinë sportistë nga rajoni dhe Mëgjer. Në kategorinë e femrave triumfoi Greqia, ndërsa në kategorinë e meshkujve fitues doli garuesi nga Austria. Finalja solli përballje të forta dhe momente të tensionuara, me dy finalistët që treguan teknikë të përkryer dhe shpirt garues. I feel great. I won the tournament. Very nice competition, and thank you for the organizer, for everyone here prepared the tournament, and yeah, I will come again. I'm very happy and I'm very excited to go back with the trophy to show it to my family, and I want to thank my family because I came here and they helped me to come here. Every tournament you try to win. But it's also my first time in Kosovo, so nice country. I didn't know anything about that, and nice food, nice people. Yes, I'm very happy that I came. Honestly, I didn't expect to take the first place because there were very good also players, girls, older than me, but I'm very happy to win the first place, and it's also my first time to Kosovo, and I think it's very nice here. Salla sportive u mbush plot entuziazëm me një publik që ndoqi çdo ndeshje me pasion. Pas gjithë jehonës e duar trokitjeve, themeluesi i turneut ndau emocionet e tij për suksesin e edicionit këtë vit. Po shumë i kënaqur me keq që kena bërë. Një turner i jashtëzakonshëm, pjesëmarrje masive për 275 shteteve, për 275 pjesëmarrës për 25 shtete, i pati edhe finalet, i pati edhe gjysmëfinalet, këtë kënë të larmishme me pjesëmarrje të ndryshme, finalet e mira, shikues, veneve ndryshme, shikues për këtë Kosovës, lojtar, familjar, prind, kështu që një finale tepër e mirë, një turner shumë i mirë. Patë lojtar shumë fort në finale, kështu që shumë i kënaqur me fituesin. Falenderojm nanës të malit, njomzës, që ka përkra në ditë pa gjumë, shumë ditë të lodhshme. Faleminderit mediave, juve 4 orë që keni përcjell nga afër këtë aktivitet. Faleminderit këtë përkrahësve komunës Prishtinës, sponsorave një ka një. Faleminderit vullnetarëve që kanë punu pa ndërprej, gjyqtarëve, Federatës Ping-pongut. Para se gjithçka të kulmonte me finalen, dy netët paraprake sollën emocione dhe gara të forta. Nata e parë u dominuan nga talentet të rinj, ndërsa e dyta solli më shumë gjallëri, me garat U13, ku dominuan kryesisht lojtarë nga Kosova, dhe fazën e grupeve për senjorët që nxorën në pa favoritët për natën e madhe. Me një përfundim madhështor, Prishtina Open 2025 lë pas një ngjarje që do mbahet mend gjatë në kujtesin e sportdashësve dhe që tashmë ka vënë themelit për edicione edhe më të suksesshme në vitet në vijim, dhe tregoi që Prishtina po përgatitet për organizimin e lojrave mesetare Prishtina 2030. 4 media si partner medial i turnamentit Prishtina Open 2025 për të tretin vit me radhë me ekipin e vet të produksionit, ka bërë maksimumin gjatë 3 ditëve të kësaj ngjarjeje elitare sportive, duke ofruar transmetimet e drejtpërdrejta të gjitha kompeticioneve, momentet më të mira, videokronika, artikuj, lajme dhe informim të shpejt nga gazetarët tanë. Krejt kjo në të mirë të bashkëpunimit shumë vjeçar me klubin e ping-pongut prej Ping dhe si cilësi që na karakterizon ne në katror, me qenë afër sportit, ndërkombëtarizimit dhe sportistëve tanë.